Qytetarët e Vlorës dënojnë veprimet e papërgjegjshme dhe dashakeqëse të zjarrvënies së qëllimshme në vendin e depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit. Ky me sa duket mbetet një rast i përsëritur dhe që ka prapavi të prish dhe dëmtoj turizmin në qytetin e Vlorës në nisje të tij dhe vjen në një kohë kur Vlora po njeh një bum të turizmit me pushues vendase të huaj nga e gjithë bota. Ashtu ndodhi edhe sezonin e kaluar, kështu po ndodh edhe në nisje të sezonit të këtij viti. Një histori dashakeqëse që përsëritet, edhe qytetarët e Vlorës theksojnë se gjithë kjo ndodh për të dhënë një shembull negativ për qytetin bregdetar. Nuk është në rregull ky muhabet, se është helm. Për turizmin duhet pastërtia, duhet rregulli, duhet patjetër, duhet merren masat. E i kanë marrë masat në sa dëgjoj unë në televizor. Patjetër duhet të merren masat. Ka qeveria duhet të marrë masën, e sidomos bashkia, këto, bile ka firma për këto probleme. Atyre duhet kërkuar llogari. Firmat e kanë për detyrë që bëjnë këto, edhe kërkesa e llogarisë. Të ngacësh. Po ajo dihet që nuk... Po që se prish. Duhet merren masa për lidhje penale të atyre që bëjnë këtë gjë? Edhe kjo ka një fund, kjo diçka. Kjo është skandaloze. Po mendoni se prishet turizmi pra ndikon? Jo prishet më po këtu ato kur dogjën këtu vdisje do kundra gas. Bëhet jo e qëllimshme, po bëhet vetëm për të prishur turizmin e Vlorës. Nuk e di, nuk e kuptoj pse e bëjnë. Çfarë fitimi ka, çfarë humbje. Kështu qytetarët e Vlorës dënojnë veprimet e papërgjegjshme dhe dashakeqëse të kësaj zjarrvënie në vendin e grumbullimit të mbetjeve urbane të qytetit në nisje të sezonit turistik për t'i dhënë Vlorës një imazh të keq. E megjithatë, këto veprime të papërgjegjshme dhe dashakeqëse nuk do të mund të njollosin sezonin turistik në Vlorë, i cili edhe këtë vit do të njohë një tjetër bum të zhvillimit.